kur ta analizon, do të thotë komplet zhvillimin prej atëherë deri tash shumë është punu në Kosovë. Edhe unë kam atë kënaqësinë që një pjesë të jetës time edhe unë në mënyrën time jam mundu me dha një kontribut, se përmenda që thotë na ka ndjell ajo atë dashuria dhe me dhënë atë kontributin, me qenë dobishëm për komunitet, për vendin tonë. E thash në fillim që është shumë vështirë me të përkufizu. Ke pas shumë lëvizje, për të mos thënë për shumë profesione, gjithsesi ti ke pas shumë eksperienca të ndryshme të cilat në vete kanë ngërthy profesione të ndryshme. Ke nisë shumë e re me radion, apo jo? Po, kam fillu shumë e re se ka qenë një thanje që pa ta lexu, edhe kjo kështu më përcjell në vazhdimsi edhe pse tingëllon pak kështu shumë dark, shumë e errët, që vendi ku ka mas shumë të librat pa shkruam, ku ka këngë të pa këndume, filmat pa xhirum, janë vorrezat. Se njerëzit kanë ide, kanë ëndra, edhe mandej ju ka mungu çaj hapi me marrë atë guxim që me realizu ato.